Ai vinte nga Perëndimi, nga Austria, për të qenë mbret në një vend kur allëherë mund të kishte dëgjuar në bisedat e politikës. Gjithsesi ai erdhi dhe u bë mbret për shqiptarët vetëm për 6 muaj. Pak kush i di me detaje historitë dhe intrigat e politikës së kohës, që e detyruan ata aristokrat të merrte nga syt këmbët rrugën e kthimit drejt Perëndimit. Nuk di nëse aso kohë kishte Haxhi Qamiler, por është fakt që ai mbretëroi vetëm për 6 muaj. Princi Wilhelm von Wied, i lindur në 1876, ishte një aristokrat që rriste prej një nga familjeve më të lashta të fisnikërisë gjermane, oficer në ushtrim perandorake, i martuar me një princeshë të quajtur Sofia dhe 2 fëmijë të vegjël, Maria Eleonora 4 vjeç dhe Karl Viktori vetëm disa muaj. Me një kështjell të bukur dhe të rrethuar me pyje, me një karrierë të sigurt dhe një familje të lumtur që mund të këshkuar një jetë të qetë dhe pa ndralla. Por u desh që një lajmëtar nga Berlini, kryeqyteti perandorak, t'i sillte një ftesë që e gjitha kjo të përmbysej. Kështu e nisi rrëfimin e tij rënja e një principate, autori i albumit historik fotografik, princi shqiptarëve Wilhelm von Wied, zoti Artan Lama. Në bashkëautorësi të librit është edhe zoti Petraq Gramo, sipërmarrës dhe ish gazetar. Miqësia e tij me familjen Wied u bë shkëndija për nismën e këtij botimi. Princi i Shqipërisë është albumi që përmban 270 fotografi, skica, dokumente, kartolina dhe karikatura nga të cilat 80 botohen për herë të parë, dhe një pjesë e këtyre fotografive u sollën nga arkivi familjes Wied. Po, me thënë të drejtën, kjo periudhë e historisë tonë ka qenë e parahur, e pa trajtuar. Domethënë, edhe historianët tonë e kanë lënë, nuk më them mëzdore, po në plan të dytë. Kështu që ekspozita edhe libri, them që japin një kontribut. Japin një kontribut dhe bëhen shembull për të tjerët që diçka duhet bëjnë. Petraqi nuk ishte historian, po ja që u mure me një gjë. Pra, çdo njeri e ka për detyrë në fund të fundit të jap diçka për shtetin e tij, për vendin e tij. Në promovimin e këtij albumi morën pjesë figura të njohura të historisë, artit, gazetarisë dhe kulturës. Ne shqiptarët vuajmë çik nga nihilizmi. Vlerësojmë që nga vetja edhe më lartë, por asgjë nuk ka lindur nga hiçi. Çdo gjë ka një pararencë, ka një origjinë, ka edhe një të kaluar, të cilën duhet njohur, duhet ruajtur dhe duhet trashëguar. Çfarë mendoni se do i sjell më tepër historisë të Shqipërisë kjo ekspozitë, ose më tepër imazhet të Princ Wiedit? Po, unë mendoj që ne shqiptarët më shumë se kushdo kemi nevojë për ta njohur historinë. Sepse në fakt kemi pasur një fat jo të mirë dhe atyre 100 vjetëve të ekzistencës së shtetit shqiptar. Dhe me thënë të drejtën, akoma nuk e kemi në nivelin e dur dashurinë për historinë e shtetit tonë. Pra unë e quaj këtë një kontribut vërtet shumë të madh. E veçanta e këtij botimi qëndron pikërisht këtu, sepse ai më ton të na sjell në imazhe një pjesë që pothuajse nuk ekziston në memorien tonë kolektive. Shumë shqiptarë nuk e dinë që ka ekzistuar mbretërimi 6 mujor i Princ Wiedit, e jo më të kenë dhe imazhe të atij. Këtu kemi imazhe shumë të rralla, të pabotuara, por edhe ato imazhe që njihen nga një pjesë e studiusëve, gazetarëve, janë prapë quhen imazhe të rralla. Të paktën shfaqja vizive e asaj që ka qenë kjo mbretëri e shkurtër shqiptare përbën njërisi për të përshëndetur.
Albumi synon që të nxjerrë në pah më mirë figurën e një princi europian që u përpoq të qeveriste Shqipërinë dhe shqiptarët. Mbretërimi i tij ishte përpjekja e parë serioze për të ringjitur Shqipërinë Europës moderne. Por humnera e krijuar ndër qindra vite midis qytetërimit europian ku po i futnin shqiptarët dhe atij otoman nga ku po dilnin, ishte pengesa kryesore për realizimin e saj. Megjithatë, princi europian e meritonte absolutisht mirënjohjen e shqiptarëve edhe pas kaq kohësh kur ëndra europiane po merr formë. Unë do të thoja që albumi është shumë, është edhe, si thua, tregon historinë apo çfarë ka ndodhur në Shqipëri para pothuajse 100 vjetësh, por është gjithashtu edhe shumë i përshtatshëm për kohën e sotme. Mendoj që mund të kemi kaluar hendekun që kemi me Europën perëndimore në fasad, por kemi akoma shumë për të bërë në sjelljet tona dhe veprimet tona të përditshme. Në 28 nëntor të vitit 1912, shqiptarët ja dolën më në fund të shpallnin pavarësinë e tyre. Ajo u njoh nga fuqitë e mëdha, por konferencës së ambasadorëve ju desh shumë për të përcaktuar sovranitetin e këtij vendi. Çështja e madhe shtroi se interesat e kujt do të përfaqësonte monarku i ri, të Austrisë, Italisë apo Greqisë që kishin interesa të drejtpërdrejta tek ne. Lista e pretendentëve ishte shumë e gjatë, derisa përfundimisht në nëntor të vitit 1914, princ Vidit ju bë propozimi për kurorën nga ana e fuqive, dhe në 6 shkurt të vitit 1914, ai pranoi zyrtarisht. Pritja e tij e zakonshme u bë në Durrës, me entuziazmin se ardhja e këtij burri nga Europa do të qe fundi i halleve. Monarku Vilhelm Vidi mori titullin zyrtar mbreti Vilhelm i parë. Shqiptarët e thirrën mbreti, ndërsa historia e fiksoi si princi Vidi. Por qeverisja e tij do të ishte shumë e shkurtër. Pas 6 muajsh, princi Vidit ju desh të largohej nga vendi nëpërmjet portit të Durrësit, pa pranuar asnjëherë të abdikonte nga afroni shqiptar. Princ Vidi mund të akuzohet vetëm për një gjë, që nuk qe në gjendje të bënte mrekullira, shkruante Fanoli, edhe pse nuk qe pro monarkist. Një mbretërim 6 mujor të shkurtër e të pafat, Edi Durham do ta cilësonte si historinë nga më të poshtrat që kanë tjerur fuqitë e mëdha. Në vjeshën e vitit 1913, princ Wilhelm as e kishte iden se pas pak, një vend i vogël i mbushur me male dhe kaçak do të hynte përjetësisht në jetën e tij mondane për ta ndryshuar atë përgjithmonë. Mbyll Artan Lame, parathënien e tij rënja e një principate. Të them të drejtën, unë jam këtu si botuesja e librit, vlerësoj shumë efektet që mund të ketë ekspozimi, sigurisht që ka, dhe ajo do të qëndrojë hapur për gati një javë dhe kjo do ta ketë të mirën e vet për arsye se shumë prej atyre të cilët nuk do të mund të blejnë librin, do të mund të shikojnë këtë ekspozitë dhe të marrin një nocion të parë të vetë historisë të shkurtër të princ Vidit në krye të popullit tonë, në krye të këtij shteti shqiptar. Besoj që një vlerë edhe më të madhe ka botimi i gjithë këtyre fotografive, i rreth 270 fotografive, por dhe një studimi të mirëfillt nga ana historianit Artan Lame në një libër, në një album të titulluar Princi i Shqiptarëve, bëhet fjalë për Vidin, i cili qëndroi në krye të shtetit për një kohë të shkurtër, por që i dha atij ndoshta për herë të parë dhe atë parathënien, domethënë i paratha fatin e hyrjes së sotshme në BE. Shpresojmë që së shpejti dyert e BE-s të jenë të hapura edhe për shtetin shqiptar. Ky botim shumë i rëndësishëm, të themi në kolanën e historisë që shtëpia botuese ka ideuar prej vitesh dhe që sjell në dritë her pas here, është bërë edhe në kuadër të 100 vjetorit që do ta festojmë në mënyrë madhështore vitin e ardhshëm. Albumi është i shkruar në gjuhën shqipe dhe atë anglishte dhe është i ndarë në 12 pjesë, duke nisur që nga fillesat e deri tek gjurmët. Gjithçka është rrëfyer përmes imazhit, që është edhe risia e tij në këtë profil të princit të shqiptarëve. Pikërisht, përmes imazheve ky libër përpiqet të dokumentojë mbretërimin jetë shkurtër të princ Vidit, sepse ajo është mënyra më e mirë për të kuptuar këtë gjë me sa më pak fjalë. Ekspozita pasqyron gjithë përmbajtjen e librit, që është vendosur në kapituj të ndryshëm. Pra, këtë libër që promovohet sot, lëndën e tij, vizitori mund ta shikojë në këtë ekspozitë jashtëzakonisht të pasur. Është mjaft interesante, sigurisht njerëzit kanë ide, njohin personalitetin, qytetet e tjera, po ky sjell një material që është e kohës, frymën e kohës.
Do thosha ky ka sjell material që nuk i gjen në këto botime të ndryshme dhe në këtë pikpamje është mjaft interesant edhe për vizitorin shqiptar edhe për lexuesin e huaj. Kur bëhen vepra të kësaj natyre në formë albumi, në formë filmi, ato kalojnë pastaj si pasuri e të gjithë lexuesve, të gjithë qytetarëve të një vendi apo të gjithë botës. Gjatë promovimit albumi u dhurua për të gjithë pjesëmarrësit me shprehjen se një princ asnjëherë nuk mund të shitet. Nëpërmjet imazhit ky libër i servir lexuesve të drejtën dhe detyrën të gjykojnë në një këndvështrim të ri dhe më njohës për princin e shqiptarëve.